Rogerti është një nga banorët e Big Brother VIP që ka shkaktuar shumë debate. Ai ka ofenduar disa banorë dhe ka përmendur edhe familjarët e tyre. Kujtojmë se ai i përmendi prindrit Malit duke i thënë: "Kush ta ka bërë jetën më të merr?" Selinës i është drejtuar me fjalët: "Nëse do t'isha vëllai yt, nuk do të pranoja në shtëpi", si edhe shumë ofendime të tjera. Së fundmi, ai u drejtua Stenaldos me fjalët: "Ty të ka dënuar Zoti", duke ju referuar faktit që Stenaldo nuk shikon. Por produksioni vazhdon të mos marrë masa ndaj tij. Rogertit ju dha një zarf i zi, sipas të cilit ai do të jetë në nominim të përhershëm. Ndërsa për fyerjet ndaj Stenaldos, ai u dërgua në dhomën e reflektimit dhe për të u hap një televotim me pyetjen: "A duhet të rikthehet Rogerti?" Në sondazhin e kanalit Zona VIP, deri tani rezultatet janë këto. 44% kanë votuar po, ndërsa 56% kanë votuar jo. Megjithatë, edhe pse shumica e publikut ka votuar që Rogerti të mos rikthehet, pritet që produksioni ta rikthejë atë, pasi produksionit i interesojnë vetëm klikimet. Rogerti e ka kaluar disa herë vijën e kuqe me ofendimet ndaj banorëve, ndërsa produksioni vazhdon ta mbajë në lojë, duke krijuar përshtypjen e një standardi të dyfisht. Në rastin e Kejsit, herën e parë pati një paralajmërim, ndërsa herën e dytë u përjashtua. Po ju, si mendoni? Apo e mbron produksioni Rogertin? Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe kanalin Zona VIP.